Kosova po hyn në orët vendimtare për zgjedhjen e presidentit të ri, ndërsa afati kushtetues po afrohet dhe ende nuk ka marrë një marrëveshje konkrete mes forcave politike. Më pak se 48 orë para përfundimit të afatit, situata politike mbetet e paqartë dhe rreziku për zgjedhjet e parakohshme është reale. Kryeministri Albin Kurti nuk ka pranuar të japë një përgjigje të qartë nëse do të mbështesë emrin e Vjosa Osmanit si kandidate për presidente. I pyetur nga gazetarët, ai shmangu komente dhe mori pjesë në seancën përkujtimore kushtuar akademikut Recep Qosja, por pa dhënë sinjale mbi ecurinë e negociatave. Në të njëjtën linjë hashtag ka qëndruar edhe vetë Vjosa Osmani, e cila ka komentuar publikisht mundësinë e rikandidimit apo mbështetjen eventuale politike për një mandat të ri. Nga ana tjetër, lëvizja vetëvendosje ka kërkuar dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës që të paraqisin 3 kandidatë dhe presidentin, duke e cilësuar këtë si një propozim konkret për të shmangur krizën institucionale. Megjithatë, deri tani nuk ka asnjë marrëveshje të arritur. Në përpjekje për të zhbllokuar situatën, kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku i ka propozuar Kurtit emrin e Osmanit, duke kërkuar garanci se 66 deputetët e shumicës do të mbështesin kandidaturën e saj, por deri tani nuk ka pasur asnjë reagim zyrtar nga vetëvendosja. Afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit përfundon nesër dhe nëse deri atëherë nuk arrihet një marrëveshje, parlamenti shpërndahet automatikisht duke çuar vendin drejt zgjedhjeve të reja. Kjo do të thellonte paqartësinë politike në vend, në një moment ku institucionet kanë nevojë për stabilitet dhe bashkëpunim mes forcave politike.